Pyetja e parë është nga një motër që thotë se kush e ka obligim ta bëj shpagimin kur gruaja shtatzan ose gjithënësja, kur domethënë nëse është shtatzan ose është gjithënëse, nuk agjeron. Kush duhet ta paguajë këtë ushqimin që duhet të ushqejnë të varfrit? A është burri ose gruaja vet nga pasuria e saj? Njëherë kemi përmendur që gruaja gjatë shtatzanisë dhe ajo e cila është duke e ushqyer fëmin me gji, e kanë lejen që mos agjerojnë. Dhe nëse nuk agjerojnë, nëse ka mundësi të agjerojnë, duhet të agjerojnë, por nëse dëmtohet vetë gruaja ose dëmton foshnjën, atë që kanë bark ose atë që kanë gji, atëherë ka të drejtë mos agjeroj dhe nëse nuk agjeron, atëherë duhet ta paguaj këtë agjerim duke ushqyer nga një të varfër për secilën ditë që nuk e ka agjeruar. Dhe për këtë pagim, domethënë ka ihtilaf të dietarët kush e ka obligim ta bëj. Disa thonë se ka obligim burri, kryekput, disa thonë që nëse gruaja ka pasuri, atëherë duhet e ka obligim ajo nga pasuria e saj. Prandaj ndonjë argument nuk di të drejtë për drejtë që ta themi prerazi, por në përgjithësi burri është i obliguar të kujdeset për gruan e tij dhe gjithashtu për fëmijën e tij. Do thonë, pasi ajo gruaja e ka prishur agjerimin për shkak të fëmisë së atij burri, kështu që më parsore është që ai ta bëj pagimin. Por nëse ka mundësi gruaja ta bëj, nuk ka ndonjë problem edhe ajo nëse bën prej pasurisë së saj, wallahu a'lam.